Të nderuar koleg, sot do t'ju paraqes rastin e një shtatzënie në plag. Pra, një shtatzënie e implantuar mbi cikatricën e një preje cezariane të mëparshme tek një paciente në shtatzëninë e 4 me 3 preje cezariane të mëparshme. Siç e dini, shtatzënia në plag është një formë e shtatzënisë ektopike ku implantimi ndodh jo në kavitetin e mitrës, por në defektin cikatricial të isterotomisë së mëparshme, atë që në mënyrë ekografike e quajmë ismocele ose niche. Është një entitet që po rritet në incidencë paralelisht me rritjen progresive të shkallës së prerjeve cezariane në popullatën obstetrike. Ndër faktorët kryesor të rrezikut është pikërisht numri i prerjeve cezariane të mëparshme. Pacientja jonë me 3 prerje cezariane të mëparshme bën pjesë në një grup me rrezik mjaft lart. Siç po shihni në videon që po ju tregoj, shtatzënia në fjalë implantohet pikërisht brenda ismoçeles, me korionin që ka tendencë të rritet në drejtim të vetë plagës, duke u thelluar brenda saj. Përveç kësaj, vërehet gjithashtu një miometër i mbetur shumë i holl me një trashësi prej më pak se 3 mm dhe me një lidhje mjaft të ngushtë me murin e përparëm të fshikëzës së urinës. Këto elemente, vendi i implantimit, drejtimi i rritjes, trashësia e mbetur e miometrit, janë pikërisht kriteret mbi të cilat bazohet klasifikimi i vial, i marrë nga Timor Triç, i cili dallon 2 lloje të shtatzënisë në plagën e prerjes cezariane. Tipi 1 endogjenik mbi plag, pra mbi cikatricën, që ka një drejtim rritjeje drejt zgavrës së mitrës dhe sjell kryesisht rrezikun e spektrit të placentës akreta nëse shtatzënia vazhdon për tej 3 mujorit të parë. Lloji i dytë egzogjenik, pra ai në niche ose në ismocele, zhvillohet dhe rritet në drejtim të fshikëzës urinare, duke shkaktuar një rrezik mjaft të madh për çarje të mundshme të hershme të mitrës dhe hemoperitoneum. Në të dy rastet, një trashësi e mbetur e miometrit ë pak se 3 mm kërkon një menaxhim aktiv, pavarësisht nga lloji i shtatzënisë në plagën e prerjes cezariane për të cilën bëhet fjalë. Të kthehemi tani te rasti ynë, ku vërejmë qesen viteline dhe embrionin e gjallë që i korespondon 6 javëve e 5 ditëve, i pajisur me aktivitet kardiak embrional të rregullt. Ekzaminimi është kryer si nëpërmjet rrugës transvaginale, ashtu edhe asaj transabdominale. Kjo e fundit, e kryer me fshikës të mbushur, na ka lejuar të sqarojmë më mirë marrëdhënien midis masës gestacionale dhe murit të fshikëzës, duke konfirmuar atë afërsi të ngushtë për të cilën fola në fillim të videos. Sa i përket menaxhimit, shtatzënia në plag përfshin një gamë të gjerë opsionesh terapeutike që variojnë nga trajtimi mjekësor me metrotreksat deri te trajtimi kirurgjikal nëpërmjet rrugës histeroskopike, laparoskopike ose vagjinale, shpesh me riparim të një koshëm të ismoceles dhe strategji të kombinuara që mund të shoqërohen me embolizimin e arterjes uterine në rastet me rrezik më të lartë për hemoragji. Zgjedhja duhet të përshtatet rast pas rasti, duke marrë parasysh parametra si trashësia e mbetur e miometrit, drejtimi i rritjes dhe simptomat që mund të jenë të pranishme, si dhe natyrisht dëshirën e pacientes për një fertilitet të ardhshëm. Cila do qoftë opsioni i zgjedhur, gjatë këshillimit është thelbësore që të shpjegohen qartë rreziku i histerektomisë urgjente në rast të një hemorragjie masive, ndikimi i mundshëm në fertilitetin e ardhshëm dhe rreziku i rikthimit në shtatzënitë e ardhshme. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen.